Të nderuar miq të RTI-s, përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sot në vargun e emisioneve të ndryshme në 104.1. Për sot kam një mysafir më të veçantë se sa herave të tjera, pasi që kam të nderuarin pleshnarin Bacan Rahman Lajçin nga qyteti i Pejës, i cili përkundër moshës hala është i ri dhe do të flasmi padyshim që pleshnar kush e ka parasysh çfarë do të thotë. Kemi shka të flasmi për odat, për kanunin, për problemet familjare, për belan e shumë sa në tjera, cilat pleshnarët i kanë kryer në të gjithë Kosovën, por së fundmi ne e dim peshën dhe rëndësinë që kanë pas dikur, por së fundmi i ka ra pak ndoshta interesin në disa anë Kosovës, jo tek të gjitha. Për shembull Peja ose disa deçani e kështu me radhë, ende vazhdojnë ta kenë parasysh rëndësinë e një pleshnari, por ka qysh tek, do të mësojmë bashkë me Bacan Rahman Lajçi. Përshëndetje, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, zubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yatamin bin hayr, amin. O Zot, mëshirona dhe udhëzona në rrugë të drejtë. Amin. Spari u përgëzoj për misione se për misione që po i boni. Shumë më shumë po boni emisione për dikur që i kanë me ardhë kohën atë vjeta se për sot që ka po bojnë të e peshe. Për mua ka emision i vlerë cili këshyrat mas 30-40-50 vjetëve dhe thot ozo a pas ka ndodhë që kjo ja. Jo është për dyta ju në televizion cili po hini gjdo të shpi shqiptare edhe ini prezent, sidomos doktori cili unë jam i bindun pas një metë e kësaj bote është aj, se një njeri cili din, don edhe ka guzim, këto janë shumë të mëdha. Po na, si kur njeri, se ju e dini mirë që kush do të le me duhet të mbylluna, kur të qesën atje në shtëpi të përjetshme, ja shtrejnë duart, o ardhë me duart thata dhe ka me shkua me duart thata. Çdo njeri që e ka falë Zoti, e ka ngarkua me një veprim, me një peshë, cilën i dasht me e dhonë. E tash sa kush ka me gjetë vetën, ajo e diçka tjetër. Unë jam për një familje kogja të madhe, Tërgovase pe i Duganjive, por kem jetua dhe në vendet tjera. I teti brez jam cili merrna me këto punë të plesnis, se plesnari s'ka mujt me kanë bashkë gjithkuh. O dasht mi pas 3 elemente, me kanë i familjes mirë, me pas edhe tradit, por edhe me kanë, tash me modesti po thë me kanë me të hollë. Këto dyja të parat i kom pas me mend holla, jam kanë të ata e din tjetër kush. Vetëm para se që po të filloj po të thëmë plesnari është në drejt, në koftë që e pleston punën e 2 palëve edhe të 2 palë dalen pa knaqune. Në koftë që të 2 palë dalen pa knaqune, di e grunë që plesnari ja ka qilua 100%. Në koftë që është dikush i knaqen, dikush pe i knaqen, pe i palëve dije, diku plesnari daja kanë dhonë informatat keq, da nuk kokon në gjendje me dhonë drejqinë dhe në skaj. Pleshnar për i bje ka 2 gjykatës, apo? Po. Kështu kuptohet? Bajti drejqisë, dajsi drejqisë, qashtu edhe është. Problemet të shumë të ka pas këtë popull Hanedan, po ka edhe sot. Dikush ka vendos këto probleme me i zgjedh tek pleshnari, dikush tek hoxha, dikush tek gjykatësi, dikush tek avokati, kështu me radhë. Por pse hala njerëz po ju besojnë juve? Pse hala njerëz vinë për një hall ndoshta më të vogël, më drejtu tek një pleshnar? Pra ka të bëjë me biografinë tuaj, brez pas brezi, me besueshmërinë, edhe me drejtsinë që ndani, që përmendën që edhe nëse janë të nënçur dy palë, pra bie që keni ndarë drejt? Qyre tash, unë si plesnar, edhe po të thomë me sinceritetin më të madhin, më i knaqen e isha kanë që mos me përdor as kanunin, as shëriatin, po këto me mbet shëriatin me shfrytëzua edhe ose me praktikua ai që e ka me detyrë,
kanuni me mbetë si arhive në raft që me thonë o kanë dikur po edhe. Por, fatkeqësisht, sot për sot moshun po punojnë pleqnarët se para 70 vjetë ose para 80 vjetë. Ku është problemi? Problemi është që drejtësinë që pëdajnë sot është qaq e vokt, qaq e cekt që nuk mendja s'ta merë. Për dy palë që e bon gjykatësi, ai e merë faktin edhe e lyp një dores. Për kombin shqiptare dhe është ai ritmi familjale shumë i madh, edhe ai mundet me konë 50 vjetë në burg, por qatë di që del, ai nuk është i pajtuar me familje, pa ja dhonë soba atë drejtën e vetë. E soba jonë këta që jonë pleqnarët. Është hala kjo në fuqi, unë e lu Zotin që me ardha joja që qaj doresi që është ose fajtori që është e ka krye me gjyq, tjerat antarë familjes me konë të lirë, po kjo une edhe ti që ta nuk keme arrit, edhe që e shumë më iri se une nuk keme arrit, shka bojnë thmija tu e një pat e mi nuk e di. Ndo është ta në të ardhëmën? Pa i posom është të shkua me gjvalaj jo. është ardhë një kohë ku po lyp gjithë kush një siguri. Sidomos kjo siguria familjare mos koftë që shkon për kërë pleqve, ajo nuk është e pastër. Sidomos lëshimi i gruas, problemet martesore, problemet e pasunis, këto nuk ka gjyqë në dynje që mundet me knaqë dy familjet, e soba po. Soba po. Batar Rahman, ju vini nga një qytet pra qyteti i Pejës, që është njoft për vrasjet e shumta nga pasluta deri më sot, që tash po duket pak ma qetë, mu të pak të neve si gazetar po na duket. Pse është njoft Peja për vrasjet shumta? Dhe çka bën në sonal, kush është faktori? Tash kanë pason të moqimit sa unë i Drenic, Mente e Gjakovës e Kopilin e Pejës nuk e kanë dalë kërkush. Peja o stërbush me ardhjet, janë shpras katundet. Pse ka pas gjelozi? Pse njerëzit, qaj që ra unë e di edhe këta të me cekë që një kohë kanë thonë kush është me fat, a që shko në blesë endin Pejë dhe kthej gjallë të shtëpia. Pse? Pse janë ardhë regionet të ndryshme që nuk kanë dasht me elshua rivalitetin. Bajra këta që shtëpiat e mdha, tonë ato janë shkua atyje. Ka daldale edhe arsimi, por edhe dalja jashtës, himja, kur kanë pa që të furra shkon gjithë cili me një kese me blen një buke nuk e pjekën qerep, ose hinë kafe, një kafe të bjen ty, një kafe mua dhe në bas të një, shkon puna t'ju zbut, edhe është zbut, nuk është ma Peja ajo cila o konë para disa vjetëve. Besa edhe pas lufte ka pas një farë gjelozie, po pak me vogël, edhe po tash është Peja, nuk i ke informatat e të pasakta, Peja është kogja ma e qetë, me sigurt, jo në ardë bizneset e mdha, ka në Pejë qarkullim shumë të mathë dhe ajo indikon. Në Peja nalë vrasjet, po janë shtu në Kosovë në përgjësi. Na e këna pas Shqipnin si shembull, po të ketë që qysh me vra djali babën ose baba djalin ose nusën, që të sajnë e pëndotin së në Kosovë? Edhe baba ytë, edhe une, edhe na plesht, dajmi da kemë thonë që ka të shenë kojshi pritë në shpi. Na i kemë vlazen. Veç vallahi,
di e grunë sot për sot një pjesë e madhe e popullit në Shqipni po ndodhin sandet cilat kanë ndodhë këtu dogrin pas 2 luftë botërore. Vetëm një rast po të thonë. Në Kosovë nuk është asë një hakmarje pe luftë e këtejna. Ka vrasje, ka dhe shumë vrasje. Po hakmarje që e dalë me hakmarë, nuk është asë një dhe kjo është një përpasi shumë e madhe. Në dërbes, të na kur nuk janë hi familjar, mashkuj dhe 16 vjetë. Që i kanë mo kur, gratë hiq, as atëherë, as sot. Në Shqipni, kur bohet vrasja, qaj që ka le sot, o hi dërbes për pa u pajtua, ose pa u marvesh, ata janë vesja të mbyllun. Se o mbet edhe mentaliteti krejt i vjetër, cili qaj që ka le më ka borç, kur të mundim janë nxjerri. Kjo është një fatkesi cila e lusë Zotin që mos me na u bashkan gjitë neve se popullin Kosovo pak më tryshe se populli i Shqipërisë. Çka është besa? Plesnia në jetë, plesnartë e kanë pas një mision. Edhe kjo ona e plesnis, unë e kom da në 2 pjesë. Akcioni i pajtimeve gjaqeve që o bo me Rinin, edhe ka përfundua në të verrat e Luks, është një pjesë e historisë, cili kur nuk ka mu përsërit, mo edhe mos u përsërit, se aty janë ba 2300 gjaqe, janë falë, por ton janë falë nemen të komit edhe nemen besë. Na, sot për sot, une me qindra herë jam shkua kom lyp besë, i vetëmi popull që është në botë, është shqiptari që te besë, po ajo besë është me dorëzonë. Se ti kom pas nevoj, ty të kom shua si plak, ty të ka dhonë besën, edhe për qatë kohë që të ka dhonë ty besën, është ti e dorëzonë që unë rri i më përmbahna besë. Thohet me plot kompetenca to ka lua edhe besa nuk lua. Edhe nuk e di, tash një 2 bollaki raste i kisha mujt mi nxerë që të janë falë të verrat e Luks edhe kanë veprua më vonë, po aty ku hi plaku e ja ka shti që dërzoni njës familja dhe djerës familja, une nuk e di që ka ndodhë që ja thyje besa. Pra, ku ja ka jau besën, ata kanë mujt me dalë do pazar se ka vro kështë, ka morë hakma. Po, ashtë një problem, edhe kem pas raste, ku jonë vra, ku i shqitë nësën veti, edhe aje ka pa që familja, po jetë to ka pa punua, edhe po jesën sendet jorë në regull, edhe ka pa njerin cili nuk e donat familja, as familjen tjetër cili është ardhë mu bo raktar aty, aje ka që njerin ka thonë 3 mujt beti ke bes, qëtnire, më stashët të shpja, bjen e punon një tokat, pasit bojnë 3 mujt, ti o petë në dërbis. Kem pas trimni, dioni, por edhe vullnet mi ndihma njëri tjetrit edhe që i ka dasht me vra kur do të momenti që A ka pas raste kër ke shku me lyp besës se kanë qelë derën? Ose s'kanë thonë bëjrëm? Me thonë drejt, këtu janë do sende cilat këtu në Kosovë dhe në Malësi na kur e përgadisem pak kur që duhen më shkua njerëzit. E bani gati të rejtin, po thua? Po, ka i grim, ka pas raste që nuk ka dash me prenua besën, me prenua plesht, se nuk o ka një gatë që me dhonë besë, kur ti prenojsh plesht në dhomë, në odë, nuk mund t'ish me nëshua duhet thatë, bilen pa i dhonë 3 ditë besë.
Këto janë docente cilat o dasht mi përdor, po ato janë të ralla shumë edhe të din mirë qaj që si ka pranua plesht ora një shkallë shumë të ullt, se kanë thonë të moqëmit edhe kom vethërtua une nuk ka hakmarrje me madhe se falja. A ka pas raste kur është ty besa dhe ju kanë thonë juve, ju kanë akuzu çka u bë. Pra keni marrë përgjegjësi jo, sa do të më marrë përgjegjësi pleqnart ose pleqnari nëse thotë që të ka jo besë për 1 muaj, për 2 ose 3 muaj. Dhe pastaj thyet. Vallai une në këtë karrierën teme nuk kom pas që mu ka thyë besa. Se na dajmi da besën e marrëm me dërzon, me dikonin cili është, tralla jonë ato sende, kanë dollë 2-3 raste cilat janë falë, të verrat e dhukse tonë dale e ka gjirë hakun, po ato janë shumë timta cila nuk vlejnë as me u përmen emnin. A kanë bon zullon pleqnart, se është një falloj, nëse mune me thonë propaganda që pleqnart kanë gjyku që është të nuhet hajt, pedojmë që ta mandej i kanë bo padrisi, fukarove, sa është e vërtit kja? Une mundi me thonë që një teme me 4 gusht 74 kom fillua me punua me pleq pa ndërprej me ditë sotit. Kur kom dasht me shkua, migjen e kom pas njëri për pleqnarve të hollë, edhe mi ka thonë, edhe jam shkua i kom thonë, thash migjë, tim caktove me shkua që aty qka duhet me ba une. Tha po, 3 sende në mush mi bajt, kalzom, mos mush mi bajt, mos hinta. Qka janë atë 3 sende, tha, njetë tonë në tarstë, janë konë ata qibrita që ka pas ata kallët, edhe kini më rrinë dhe ju, e ka qelë qibritin dhe më ka gjirë sa qyre. Në jetë tonë të në tarstë, momenti që të konë syni me marrë shvetë, sa është që kuj kallë, i qibriti sa manet i zëtë mos ne, koritë se ti e i teti një mas tjetër. E dyta tha, kur shkojsh me lyp pajtim, ose besë të dikush e aj ti sha qka doj ke me toka, me tjilla, me familje, me të tona qka janë, në mush mi thonë, mire ke hinta. Edhe treta thanë, kofsh që je në të burrave të burrat, e ti altin e ke, aje ka di që ne kombajt altin të në jetën shoke, ke altin më shoke, e aj i dëmtua mi vje e ta përmbledh shuplak, edhe ti i thuash mire ke, me thonë drejtë që kjo treta ko që zërë më ka ra, se une atëherë kom pa njërin sa mizën, se njëri shnoshi, po ja kom thonë besën dhe jom përmbajt. 2 parat më kanë ndodhë, që jonë mundua me më dhonë rëshvet, me qdo mënyrë, edhe 2 me më sha dhe besë qaq keqe më ka sha që edhe pulën koqak edhe kalën e lidhun e të ta në rend. Unë jam konë majet sobe me një jaran temin edhe jom qua, kur më ka qua e ka ditë që unë jom pak i ndërë, ka përdojnë e thash, jo, ka deldar, hiqë, ju kun ullë për para, aty thash, jaran në jetë tonë, fjalë më të omla, fjalë më të mira, fjalë më njerëzore, fjalë më që kanë pesht madhe, as si kom nije, as kom i nije, faleminderit shumë. Aj atëna vlau i tina, o gardhe e ka prek mas qafe, tha, qka jetë ju bon, ti që rovë zëti synti, qka jetë ju bon. Sa që ku më ka ardhë gjaksi, sa i nuk sheti të rëkonë, ti po e përmenish ato gjaksi, sa po qëfar gjaksi, po të orë gjalli i binakut, po qka jetë ju full. Tha dhe më rëftyrën e zotit vraft. O ardhë, të i rakë kërët e vetë me 2 duart, qka kom bo, edhe ne ka dhonë besë. 6 muaj ditë, për që ato 6 muaj ditë i kem pajtua, edhe leqë i kem pajtua, po i kem bo miqë. Lëma mirë. Po miqë kem bo, edhe sot janë miqë. Pra, pleqnartë kanë da me drejtësi? Ka, jo, tash, do të përkon njëri ka del shpjeti. Diku, ku e shet që është një familje shumë e rezikume pej dikujna,
ka pas raste ku o dasht për me bo mirë, mi arendua vlaqin pak njërit mua tepër, për me dalë nesër mirë. Se mos i pajtofsh, kjo familje është e dëmtuame dhe e vrame. E grahin të dyja. Një pajtofsh, kjo e ka marrë lirin dhe inshallah ja e Zotit të mbarën, por jo me qëllim me vërfnu ato se me poshtnu ato, por me qëllim që milion me u pajtua, mundet me ardha joja që në ato momente duhet me pas mend ti ma shumë që mi dimua për ato dy familje mi takua. Me çka keni pleshnu edhe sot me çka pleshnoni? Me shariat, me kanon apo një falloj mishmashën? Jo, këtu janë dy sende. Për shembull një sanxhak pe Pazari 3 e dekte në Tegusia një komplet peshterje, komplet sanxhaku, një 80% sot e përdorin shariatin. Në Kosovë, që jetë teme shumë të madhe që tu krejt pak përdore shariati. Vetë ku janë të lidhur njerëzit me feje për stepli dhe shohen, po shkohet me kanun. Po janë 7 pika, cilat kur të qitish e në peshore për me prunë vendim, as një gram ose as një cent nuk kanë dalnim kanun me shariatin. Prona, rruga, gruja, gjaku, gjoja, bjeshka, këto janë të tona sendet ku 100% në vlerësim janë barabartë. Dhe shariati thot 99 deva, kanuni thot 300 desh. Kur të bojsh pare, 54.000 euro janë pare, si kjo, si kjo. A mon me dënimi më të madh që e keni jop? Nuk isha mujt me thonë me emna se po në një gjindja, po. Pa emna veç shumën e parë? Jo, po, shumën e parë kem dënua 120.000 euro. 120.000 euro? Po. Edhe ajo konë para një, nuk ka një vit hale. A nuk është shumë 120.000 euro? Pa i qyre është shumë kur të këshyrish se aty janë dalë më shumë se 2 gjaqe. Edhe po të kalzoj pse tash, kërkoj fale në kohë që gjendet dikush në atë rjetë se e këshyrin e di që janë që tjere. Doresi, ka nej ka qak 11 vjetë. Nuk o dërzua asën liqë, në gjyqë asën në pleshnar. Në pleshnar. Në atë kohë i ka lenë 2.000. Që ashtu që ja i shkon diku i mbyllu në shpi, ka fjetë për gjathnat me gruat vetë, edhe i kanë lenë 2 djelë. Që t'i ka dhe sot. Këta në gjyqë janë shkua 47 herë janë shkua në gjyqë, edhe gjyqës ka mujtë me bo kur gjohë, veç baba i ati djallit me vlazën të vetë, janë shpenzua me avokate, me shkua me të ardhune, doresi nuk është kur ku, edhe këta nuk kanë paqua kur konin, për me lyp pajtes, ata në konë 20 herë të une dhe unë i kom thonë pa e gjithë ku a doresi, une nuk shkoj. Se nëse mundi me ta falet, ja dele vretë, opet, se nuk di ku është. Atëherna kure kem veç u gjetë ku është, u mbyllaje dhe e mra, atëherna kem pagua gjakun e kem prej gjak, 54.000, e ato tjera i kem lanë shpenzime që i ka bo aj për ato 11 vjetë, shkum janë gjyqë aty e qashtu 120.000 o prej gjaku, o prej edhe 120.000 i ka marrë i dëmtuemi.
E ka po kush hojnë belas? Kjo puna e beles është është shumë dimenzioneve. Beleja me anmik, si kur që ke pas në belen me shka, kushdo e ka vrani shka, aja ka pa hajt. Ka bo hajt. Beleja e në gjak, beleja e në familje, beleja e në qytet, kur kush s'ka marrë vetëm është i dënuar edhe pej vendit, po edhe dënimi është i Zotit ati kofshja falë, se ju dini ka thonë që që merë në shpirt, pa fajshim që kur me marrë këtë dynja. A është kanuni i drejt, kanuni i Rik Dukagjinit, me qenë se shumë komentohet se për këtë drejtave të grave, shumë sene që e ka po dukoshirin. Tash dikush mundet me thonë që ka të dole. Unë nuk jom pajtua me një vendim të kanunit, cili ju ka thonë të drejta priftit me mujt me evra këtë done dhe mos me zlet kush për evrave. Kjo është kur se jom pajtua me ato. Këto tjera sende ka dhona e drejtave grave për një familje shqiptare. Asë një ligjë në dynjë që ka dhënë më shumë se që ka dhënë kanuni. Kur e ki zbatua. Sa ja ka dhënë gruas me konë zoja shpis, pos prone që s'ka mujtë më shqit, qera tona ju ka dhënë në dispozicion. E më shqit s'ka mujtë prone. Me marrë uha, me dhonë, me zonë nuse, me qezua nuse, me davade, me tonë në këto i ka pas të drejtat gruja. E tash, na si peshohem që e kanë ka përcyje të tona, i kanë ka përcyje të tona kompetencat ajo diçka tjetër. Edhe sot jo, sot ajo është kur ku, se po shkojnë sendet pe i bishtë, jo pe i kreje. Kër e kanë dhonë të njëherë qikën, ose ka marrë dikush për një nusë, ka thënë kam zonë një rëbë. A është lidhë me atë me rubrinë që kjo është rubrish edhe tash veç du të me punue edhe s'ka kur fa drejte me qenë se na i dim shumë historitët nanav tona, gjyshev tona që ngruja ka nga ma shumë dekë sa bëh. A ka faj kanuni që të apo? Jo, mundish mja vesh edhe kanunit këto, por unë të me njësë pej parit kur lind qika. Kur t'ka lind që nga ty ose mu, jonarë kojshit e vlaznia më kanë thonë për haj që t'ka le robi në shpit huj, inshallah ja bje zoti më shko në shpit vetë. Se është para pa që ajo do të më shkuan për nëmë. Kur e kanë qua qikën, ja ka dhonë një fishek, një bosht edhe një furk. Fishekun e ka pas që një marë ftyren familjes edhe burrit. Furken e ka pas që duhet me punua edhe i kanë thonë ti pe i ditë sodi që po shkojshë në shpi, je me re sa jo maca që e gjojshte dërsini. Por, dje grun, ka pas gjithë shka, po gratë tona shumë okolla i kanë jetu atëherë se tash. Edhe që i kanë thonë në rëbnesh, se ajo së dalë me kosit, së dalë me kosit. A i ka mojtë qefi, a i ka mojtë dajoku? Sepse tash po ankuon të baba, të vlo po ndonë, atër ku ma anku? Thëshin që e ka rej burri, nëse anku të baba, ka rej e njerë baba. A kon padresi që kja? Kush e ka përdor atohën, është padresi edhe shumë e madhe. Por unë e kujtoj që burri cili është burr e do me kryua familje me një grua, nuk torturohen në me veti. Por, të kisha me e pru sot, që atohën e kisha krye, që kur dalë shti pej pune, në kofë që janë të dynë punë, total janë barabartë. Në kofë që gruja s'punon, e ti punojsh e vishën në shtatë sa hati, e ajo nuk e bon bilëm një kapshat buk me hongër ti, po
merë ato, këtu do të mi da sendet qka. Gratë heret kanë thonë, du më hongër buke gjak. Pse kanë thonë? Pse o konë s'komje madhe. Edhe për një gjezve që jo ardhë miku, o dasht me kallë zjarmin votër, se ka pas. Prinin. Prinin se ka pas ato. Ti zhvonua, ajo nuk e ka vonua kafen. Po e ka korit dhët në shpis. Që tu jo në ardhë dhe pa marveshet, se sot pyt ka ardhë musafiri, ti qyrë në restoran cilin duash, ase i porësit të shimërsh, atëherë në gruas minë, cila nuk i kanë gjenë një bukë nate, shpjeve më dha konë që ashtu, pa nisë, ajo s'ka mujtë me ne ty. Për qika që ka njopë pa vetë, ka njopë për njëzë me të meta, fukaroj, posën e thjesht, ja morë vesh pleqët pa ditë qika, edhe burin se ka pa veç kur ka një dhonër. Këto e në kondo marrina tona. Unë jam për njëri për atyne që në disa raste kom boj, kom dhonë, se kom vetë kërkonin. Pse ka ndollë ato? Na jem konë shumë të mbyllur. Edhe atëherna qikat mos pas gjetë farmikut, ose dikonin për me ta gjetë rrugën me edhonë qikën, s'ka pas Facebook, s'ka pas internet, s'ka pas qarshi, s'ka pas këto tubime dasma, që po mëse këto nuk janë dasma, po tubime, edhe ajo qik konë me mira kej dynjes, po s'ka ditë kurkush, mos pas thonë miku jam, që kjo qik, qaj mike ka një qik që se ka kurkushin, atëherna shi. A ka pas mëra pa me të një po të mdha, po a ke mujnë tryshe se nuk ti e kishe thyë ligjin familjar me pro mu pa djali me qike dhe mu marrë vesh ka do të me bo. Për në atë ko, o konë s'ke mujnë tryshe. Për në qëtë ko me dhonë t'i qikën për atë vetë, i që mos mu pa, njëri bon veç i qmendun. Se në korç grunin pa pjek ti ke marrë kasht, nuk ke marrë bukë. Atëherë përthojnë që gratë kanë hekë shumë dikur, e sot përthojnë tash kanë marrë shumë të drejta. Qysh mja bo një dhej mesit për bashkët? A janë që pesh gratë sëtë? Po shprejmë grunë qysh... Një vakt, keni edhe që po i vajtojnë gratë, po thonë e ngrata e ka burën e vështirë, punë shumë e punë, sot po i vajtojnë burratin, mjeri aj, e ka djekë zjanë mi gjenemit, s'po guzomi ju një e gjallë gruës, edhe këto të tona shkojnë pet. Këto shkojnë pet. Pranashi, sot për sot, une e di që një pjesë e madhe e grave nuk pëlqen me këta. Qajo grua e cila e ka materializmin para dashnie, ajo për para së mundet më shkua. Sot ligjet tona janë ardhë të mbrapshta, edhe ju ka dhonë në drejta me pas shumë më shumë kemë dhonë na më heret bjeve pasunisë se që për lypen sot. Shumë, se ti e ke që zhua 10 vjetë, edhe i ka qua atëherë 10 kualë, 12 kualë, tesha për sa të gjallë, dash me përgadit, me qej sa të gjallë, ajo dhe burri sajnja mi pas, mi vesh qarap të reja, të në se s'ka pas gja. Sot jo, sot ti po bon për marrin të vogël, po duhet me edhonë rogën tonë krejtë dhe nuk din për ata. Qashtu që ju kisha lut grave sot të shkelin toks, se vallaj sot janë burrat, ju kanë marrë të drejta se... E përmene qezin, veç e di që të është një ka lyp hupsa, dhe më thonën një favorme ka shqit qikën, pra ka lyp kaq lira, kaq dukat, një favorme ka koshtua sa 2 shtëpia sotit një mandej këmë dëgju rase që kanë shqit njës tokë me hekterë për më martue. Ka. Pra e ka ble thjesht nusën këgje shnajt. Ka. Ata po të kazojnë dhe që ka pas. Pse ka pas? Unë thash muheret që dasht gruja qika cila o që i zua qatë qezë sa të gjalla jo edhe burri sajna me pas të gati. Edhe dojsen në pas bon vetë se shpia nuk ja ka ble.
pse kanë ne 6 vjetë, 7 vjetë të fejuame? Pse për qatë rast? Ka vjetë me qua shguna me veti, me qua pëlhur me veti, me qua qërap me veti, me qua tonna qezin, me pas qezin, për atë. Edhe atëherë ka pas lëshimet e familjet e vogla. E dyta është edhe një sent, ku hi gjelozia, e këto i kanë bo mësit një të tona, ti e grunë, se edhe mësitari e ka marrë hisën e vetë, po edhe ka thonë një fjallë të keqe, për mikun e miku të ona që kur ja ka thonë lapsin, ti ka ra fundën krye. Pa mëshirë hish. Jo, po mëshirë, po me budalla që kanë shi tokë. Dhe më thonë, kanë rajt edhe mësit? Jo, kanë rajt, po. Jo, mësit e ka diagnozën e vetë, kanë thonë me një parë duar që të rrenë, o shkua mja lypë. është edhe një sent, cila ka pas të shitune. Unë e di raste. Që gruaja mas 3-4 vjetëve e ka njëtë burën edhe që është kuatje. Janë konë qorra, janë konë sakate, janë konë ajo ka ble, e ka unë e ti e mjerana, mundi me të dhonë që qik, ami që ka që pare, ajo shko ajo ka dhonë babës do pare, do i ka dhonë për veti dhe qiken e ka dhonë dhe se ka të vetë për ku po shkotë. Edhe këto janë të metat tona që s'kje pas komunikim. Dhe ty sot ato nësë mundish me bo. E atëherë, po e ke dhonë për shambull pej e një sniq, ose pej e sniqit në Gjakov, mik mas mikut dhe ajo qka ka dit ajo, e ke pështile dhe ke bo në qatë vella dhe në kjerë kuali ose aty. Dhe të hisja që i takon, dhe më thonë, edhe me shëjot i takon qikës hisja të prote shpia babës. Kjo problem edhe sot po ka halop, po ka njerëz që nuk po mundin me kuptue baba që të mjop hisë dhe qikës, mos po flasim për vllaznit për tjertë. Tash po flitet dikur as ço bon ky mohabet, sepse nëse ka lyp qika hisë, ka thonë s'kisha me lyp ti më në shpe. Me kanun. Kjo është një metë cila po përdoret të thot, kanë thonë bia cila e merr hisën në vllazët e vllaznit. Ajo s'ka që ka lypë një. Gabim, do më thonë. Ajo është një gabim, kur e këqyrish hol e hol, kur e kështë e këqyri hol e hol, e ka edhe ajo peshen e vetë. Pse? Se ti në prush burin të baba i vetë, para me ndoa, ajo është normal që janë burë e grua, ajo bi i bon thmin të baba të nona. Materialisht me ju dhonë po me prun, me marrë dikonin e me prun hiset vetë aty, qka e ka? Qka? E ka vlau i gruas tonë, gruën e vlau tonë, se tikën e vlau tonë. Kjo konë me rujt atë anën e moralit. Për shka kanë shërby odat, që sot janë, nëse muna me thonë, në zhdukje sipër, ose nuk po përdurën ma, oda ka po, s'përin kush ma. Odat e dim, unë mëj men përka shumë, pra ka la musafir, kemi hangër drejka, kemi hangër darka, kanë bujt musafirt, por njëkosisht odat kanë shërby bëse edhe për me nda shopping nga sheqeri. Qka janë universiteti sot? Qka është? Po thu që dhe odat janë konë universitet? Odat jo universitet, po mo universitet se që këta që janë qëtu. Pse? Tonna në dynja vendimet për një vend janë prunot. Mashkut janë bledhen prame. I Zoti i Shpis gjithë të cilët ja ka thonë ata që ka pas detyr raj. Ti me dhen, ti me kingja, ti me lavër, ti në qarshi, ti në plesni, ti në sitni. Kjo konë e kryeme.
E dyta, ja ke pas hakun dikujna që ti në ti ke me dalë me vëzhgua se mu afruan miku. E treta, që ky gjak s'po na lua, ti du të me dalë me vëzhgua se du të me vra. Tona sendet edhe të mira, edhe të ronda, jonë prunë nod, edhe qato sendet cilën që jonë prunë nod, i mashkulli i zoti shpis ka pas që ka da mashkujt, i ka da, ka një, i ka shtjerë, ka thonë ti keme kërë që të punë, mos din të tjertë. Po ato tjertë një shumit që janë prunë me koncentrus të familjarve, edhe di e grunë, kur e një jetë, vendimi i zotit shpisë ndodhë s'ka mujtë gjujtë poshtë. Ajo ka në preme. Sikur që sot po diplomon një jurist ose një mjek ose tena kanë diplomuar mashkujt cili du të mjallon zë shpilakun. Ajo. Sot zë shpilak jo është edhe të gruja dhe të burri. Dikur ka pas veç burri ka vendosë, pati ka mojt pra baba ose vllai i madh, këtë kanë punu, ja kanë që paret babës. Edhe të kanë marrë ka 5 marka ose ka 5 herë në gjep. A ka një falloj padresia që kja ja? Me pa kanë të shpi e madhe e marrë dikush për tri sende nuk jom lyp paret, këta dje mirë. Në këfshra në gjak, Mozo Jarabi e jera në gjitë burrave, një, ke ble tokë të ka da vadja 3, dhe ke martua mashkull të ka da vadja 3. Je shkua të miku edhe i ke thonë une që dit e kom vadin. Se ka interesua më shumë ataj 10 dit para vade, o dash mi qua paret edhe mi adhon dhe ato pare nuk janë dhona suha, një ktheu si ktheu s'ka pas të drejt kur mi alyp. E di që ka shit miku, e di une, jo një rast, po 3 raste ku ka shit miku tok edhe ja ka bo paret mi a qua për vade kur o kanë. Kjo o kanë një jo pa drejtësi, po o konë një pesh që s'ke mujtë mi ike, qka tu kanë dash pare tu në Kofshkon që banë ti 10 vjetë, a 20 vjetë, a 30 vjetë që në Kofshkua ku në gjami me Val Bajomi se t'in qasheja nuk e ditë kërë. O konë populli mbyllu se s'ke pas shka, a s'ka ditaj. Unë e dini që njëra kura ati kur pepeje, e o dalë katun, gjithë natën e lume katun djarë, ka dhe qka kirishtë në pej. Me mo loj me treja që po ndodhë. Ose t'jetin mirë, se dhe 1933 ti që kje pasë në Kosovë 20 veç që kanë din shkrimlezimi dhe ata do gjëgjallarë se të tërkushja ose. E t'ka ardhë letra pej ushtrijet e ka qua mashkulli, ajo ka nej 2 vjetë e gjyse, ajo ardhë të shpia, mas atena e kanë pru letrën, tha adë më ma ledzua. Pa njëri o ardhë. Se ti t'ka ardhë letra, dash 5 muj me gjithë njerin që li ka ko, me të ledzua letrën dhe ata ka ledzua, s'ta ka ledzua. Sa ati e ka shkua një oficir, në gjuhën që jo konë dhe s'ke ditë as me ledzua. Po thu që veç hoxhallarët kanë ditë shëm ledzim? Po, një kohë po. Vetëm ka pas, nuk mundi me thonë që s'ka pas doj akademik që ka ditë në alfabetin, sot janë konë sa tash ju e dini edhe më mirë, kogja heret ka njës ka pak, po fëmija nuk janë shkuar në shkollë, që janë konë kushtet, doj qytete ka pas faratëjnë, ka tunde ta somar kush me ta, do t'i shpisi jemi se ka ditë në alfabetin, po kur ja ke gjujt 1 milion atyja i për 1 sekundi ka da, ka ditë me t'njehun i ka da, që pension që tu e mos pas ditë me thonë pensi ka da, 1, 2, e ka pas parasysh këtë farë pjesën e numërimit. Adin po, ose atër s'ka pas meter, për e në matë me kutë, edhe tona sendet, o dash me mbije tua. Pse ka metë që djali vogël me shku baba dhe nana? Është një fjallë popullore që thashin ose traktorin ose nana e babë. Faktikisht, trashëgimia o da si mas pune më shumëtit, po mas vjetëve më shumëtit. Madhi e ka marrë peshen
ju ka rëndu Allah që më shumë të sa jo konë aj që ka ditë të nësendet, i mes minë, këshin konë 3, ka kalua mas mirit, se aj s'ka zonë shumë edhe ka marë, por i vogli e ka pas barën edhe drëshezin. Se me tonë në parimet, baba e nëna janë shkua me gjatë vogël. Sidomos mos koftë martua. Edhe në koftë martua një shumit se pse o shkua që ashtu. Se qajo shpi, qajo od, qaj takum që ka i ka mbet babs, i ka mbet djallit vogël. Mas djekëstina aty nuk i ka bërgje kërkush. Oda nuk o prek, ajo i ka mbet babs, edhe i ka mbet. Masi edhe një send është shumë më rëndësi, se ardhja bijave janë ardhë të plesht, atëherë në dajmi da o dasht një dhomë me pas pësachme, që kur të vinë bijat më shkua me mujtë me më përshua me dhejme. Qashtu që është konë si një adet që baba edhe nona janë shkua me të voglin, por nuk ka me thonë që ka ndolla jo gjithku. Jo gjithë e kanë ngue. Jo. Me qenë se jemi ka funin, kena shumë abete, po s'po të mërëm shumë, pra ju jeni edhe fetar, po mëna jeni edhe pesvakli. Kjo besoj ju ka një mu shumë në domin e drejtësisë. Jo pse ju keni qenë një pa drejt, por besoj që çështja e fetarisë e namazit ka ndiku shumë në jetën tuaj. Mos të harron kur kush qata që ka mbil, qata ka me korë. E ditë në kjo është, do thonë... Ajo që s'keqkan e dyta, me thonë drejt, qaj që si tu të zotit, aj nuk din kur gjo. As mundet me da drejtësi, as me da. Se kanë thonë, ndarsh për namazit, në kofsh bara se që para që e hinë para namazit, ti ke bon fiskultur, nuk ke kjo namaz. Në kofsh bara, si kur të gjinojsh Ramazanën, pas Ramazanit, si kur para Ramazanit, ti i kena jundë. E thoshin edhe më herët e të koftë që shkua në haqë, e e ardë pas haqit e je konë bara se kur je shkua në haqë, s'ka ndikua haqë i hekëtja. Këto sende janë qysh pojnije njeri shpirtnisht. Se kanë thonë në dash dikonin me zemër, ajo ndalet. Në dash dikonin me men, ajo harrohet. Po në dash dikonin me shpirt, asë ndalet, asë harrohet. Plesnin edhe damin e drejtësisë, mos e pas ti me shpirt, që çdo vendim që të bjesh me tran mend që ajo nesër mundish me ardh tin qatë peshore që të janë konë që ta sot, s'ka drejtësi. Çdo njeri një amanet që t'aljen, dije grunë që të ka ngarkua edhe në këtë dynje edhe në atë dynje. Unë do të thonë diçka. Bashkia Islame e Kosovës ishtë dash që tyne që u lajmëruan që ta farë grupe deçanit e tyne, mja u dhonë ka një minjohe shumë të madhe, bine me mujtë dukatit mja u bo. Qatë që kanë vedisua populatën, sidomos rinin, në që besa e Zotit që aty ku jam une, në Kushumli në aska, bilem gjumove këtë zonë janë dvogla. O arë një trend i fesë cili e ka marë për pjesën, edhe nuk e ndalet. Kush është më i keqi? 40 dhe 60, se t'jon rrit në atë kohën e kurkuj. Se ti ri mos harro se ka sot edhe sot përdorët një fjalë, tha aj që po vret nuk di pse po vret, e aj që po vritet nuk din pse pe vrajnë. Na jem ardhën një situatë sot që jem një farë mjegullimit, por unë jam i bindur, si që nuk ka pas kur ardhjen fe me dhunë, sot kur kusht ka me mujtë me ndalë këtë fe zotit. Nuk ka me mujtë me ndalë. Kjo kap o shkua 3.000 gjamja i kenë në Gjermanie, 5.000 në Francë.
këto nuk po i bojnë ateistit. Qysh janë njësë më falje nëse s'është sekret? Këtu faj është jetim, nuk e merë kurkush. Prana që çdo njeri mos e ngjoftë veten, ai s'mundet me rujt kurkanin. Edhe ti, mos e pas praktikua. Për çdo në prame kur të bjeshën ka djathë e qitish dorën ndër krye edhe thosh o Zot, si më kaloi dita sot. Çka bona unë sot? Ku janë veprat e mia sot? Edhe të qitë vetën peshore, e ke qitë edhe ato që i ke pas dër kontrol totën, edhe ato që kanë me të ardhë nesër. Edhe ti natë je i pregaditun me atë peshoren tante. Qaj që e din peshoren e vetë, nuk ka gabime. Mundet mu vonua, po me gabua jo. Edhe qka është me madhja. Qaj njeri, cili ka kushtet, e nuk kryon familje, nuk kanë thonë me shëriat, qaj që s'ka fëmijë nuk mundet me kanë kadi, as mundet me kanë dëshmitar. Se nuk asë një sen nuk e logiko me zemër. Qatë moment që t'linë thmiu, ty t'kap, s'ka fjalë me bukur në dynje se babë. S'ka. Nuk ka, kur gjos mundish me ndrua se kur t'i thosh thmiu vetë hajde të baba. Këtu janë do sende cilat na i zhdasht me i praktikua për gjithë ditë dhe për gjithë natë. Sekreti moj i madhi është gjdo punë që të bësh njësi për i vetit. A është mirë me të dhonë që ta uj po shumë mirë, po me të dhonë që të prast e ti shumë eshtë, jo se kom bëndë. Do të më ditë njëri për i vetit me munisë tona santët. A ju kanë gjyku të tjeret për shkak që po pleshnjoni për dhe për falin namaz? A kanë thonë e sen që një faforme a ju ka shtu besimi apo ju ka hek besimi ose ka pas para gjykime për juve? Atë se Rahmoni a i vetë në gjami shka në zdi ma shumë? Për me më thonë Rahmoni, zdi më shumë se në gjami, ata s'ka mujt as një. S'kan pas as i dirë qelë? Se s'kan pas, se jo mundua mu përgatit për gjdo sant cila tyre dhe ma ka pa thonë Zoti një retorik ko gjatë madhe që e kom rujt vetën, kom dit mu gjetën të raon. Pas shpini ka pas gjithë shka që bollaki edhe sot thot, por një sant po të thumë si kur laut, nës një pun në këtë dynje që e kom bon, nuk e kom bon për e qitë peshore në vetë në atë pun që do me bon. E në ato që e kom bon me peshore teme, unë e kom krye obligimin atë sa kom ditë, as i ka ra dikuj të manë, jo, nuk i ka ra kuj të manë. Se ati që është i pa drejt edhe ai që është i drejt, së mundin me konë barabartë. E unë e kom pas guzim mi e thonë, jaran ti e ke bon që tonë, s'ki që ka me ba. E kom pas, edhe sot e kom që tonë. Am ka penalizu diku, po. Se vishe një situatë ku thot dikush ose i ke shkua behatër ose ja ke lonë se është një fjallë mo që me tha sjellë ka të sjellë ish livadhin e mamua. Këto ka raste ku plesnart janë ardhe në situatë shumë të keqe dhe bilem në odion, korit. Nuk e kom pas rastin se unë jam i betuam që sa për marrja asa kokra qibritit, ku ka pas rastin. Ose Rahman, për mu ishte knasi me të pas studio dhe me fol muhabete edhe të sodit për aty në heshit. Pa dyshim që kam edhe shumë pyetje, por për sot kaq, me shpresë do të takojmë edhe inshallah hera tjera. Ne të falenderojmë shumë për rrugën prej PES deri në Prishtinë. E të urojmë shëndet edhe jetë gjatë. Faleminderit shumë.
Faleminderit për jush. Jam edhe i privilegjuar, po edhe me fat. Kjo ditë e sotit për mua është me fat shumë të madh, që kesh këtu, kesh një studio që dhe ne dua me shpirt, u përcjelli rregullisht, kur janë, bilem, do kohë më ka pa hub zoni i televizionit, me nëzi njëra nërë, se aty e më ndreqi, thira ne e nej. Pe këti studio, pe kësaj studio dhe pe jush si ata tjertë, mundet njeri vetë me mësua. Unë ju përgëzoj për emisionin, por ju lusë ku do t'ini, sa do t'kini mundësi, apeloni të rinia e jontët, i kanë 3 elemente: mësimi, familja edhe fëmija. Nene duhet numri, nene duhet dia, nene duhet familja. Veç ashtu mundi me mbjetu. Ndryshe jo. Do t'ju rujtë. Faleminderit shumë edhe herës, do të trujtë edhe ty, pas shëndetin dhe dhjetën e gjatë, të ndëruar me çka është për këtë emision, takohemi nesër dhe atëherë mi mbeshim me programin në vazhdim nga RTI. Kush janë ekspertët që